të nderuar antar të lëvizjes vetëvendosje, të nderuar të pranishëm, mirë se keni ardhur në tubimin elektoral të lëvizjes vetëvendosje për Hanin e Elezit. Të nderuar të pranishëm, që nga pas lufta e këtej subjektet politike garojnë këto zgjedhje dhe kanë pasur rastin të udhëheqin me pushtetin dhe me komunën tonë, por këto subjekte pak janë angazhuar që të merren seriozisht me problemet e qytetarëve, sepse u ka munguar guximi, vullneti dhe dija. Me ardhjen në pushtet televizjes vetëvendosje, të jeni të bindur se do të ndryshohet raporti i qytetarit me të zgjedhurit. Ata do të jenë padyshim zëri juaj institucional komunal. Vetëvendosje për Hanin e Elezit në bashkëpunim me kryetarin e pavarur Ruf Kisuma, e të cilin e mbështesim, u garanton qytetarëve të vetë këto projekte: ndërtimin e një qerdhje publike, shëndetësi që ofron shërbime të domosdoshme, hapjen e filialit të Kekut në Handelezit, projekte të rëndësishme për fermer e bujq, dhe shumë projekte tjera e të cilat do të përmirësojnë jetën e qytetarëve të komunës së Hanit e Elezit. Në komunën tonë nuk ka një qerdhje publike, rëndësia e saj është e madhe, kurse mungesa e saj është shqetësim për qytetarët. Aty ku mungon qerdhja, nënkuptohet shtypje për fëmijën dhe nënat. Mungesa e qerdhës për fëmijën Handelezit, përveç që është e vështirë për nënat të cilat punojnë, janë të nevojshme edhe për socializimin e fëmijëve. Ne angazhohemi dhe do të bëjmë një qerdhje në Handelezit. Në Hanë të Elezit mungon një spital që do të ishte në shërbim të qytetarëve 24 orë. Mjekësia familjare në Hanë të Elezit qëndron 24 orë për çdo ditë, por kjo nuk siguron ofrimin e shërbimeve. Për shkak se ka mungesë të mjekëve dhe pjesa tjetër e stafit profesional të kësaj fushë. Për hir të kësaj gjendja është me vështirësi specifike. Një grua nuk mund të lindë në Hanë të Elezit sepse nuk ka ginekolog. Ajo detyrohet të lindë në Ferizaj apo edhe Kaçanik dhe në Prishtinë, gjithmonë duke e pasur parasysh largësinë. Vetëvendosje do të angazhohet të hapën reparte të reja të atyre që na mungojnë. Financimi mund të bëhet me subvencionet komunës ose donacionet të shoqatave ndërkombëtare. Të nderuar të pranishëm, Hani i Elezit është i vetmi qytet në Kosovë që nuk ka një filial të Kekut. Duke marrë parasysh se problemet që sjell energjia janë probleme më vete, atëherë mungesa e filialit ku qytetarët mund t'i kryejnë shërbimet, ankesa apo kërkesa të ndryshme, ne detyrojmë të shkojmë në Kaçanik. Vetëvendosje do të bëjë të pamundur që të hapet një filial në zonën tonë. Hani i Elezit, pavarësisht përparësive krahasimtare që ka tek prodhimi i dredhës, nuk do të fokusohet vetëm tek kultivimi i saj. Vetëvendosja angazhohet që të bëjë të mundshme ose më të lehtë edhe prodhimin e gjërave të tjera që kanë mundësi të prodhohen në vendin tonë. Për këtë parashes subvencione për bujq dhe fermer, por edhe projekte konkrete për to. Hani i Elezit ka një sipërfaqe prej 508.09 hektar dhe tokë e papunuar për më shumë se 2 vjet, prej 127.87 hektar. Pra ne angazhohemi të bëjmë ndërtimin e një pike për grumullimin e qumshtit dhe prodhimeve të tij, ndërtimin e një pike për drithra dhe përpunimin e tyre, si dhe ndërtimin e një linje për përpunimin e pemëve dhe perimeve. Të nderuar të pranishëm, ju ftoj të na mbështetni me votën tuaj, sepse nuk do të zhgënjeheni. Do të qëndrojmë pas gjatë 4 viteve të ardhshëm. T'jeni të bindur, ju garantojmë. Faleminderit. Të nderuar të pranishëm, tani do të kem nderin dhe kënaqësinë të ftoj deputetin nga radha televizjes vetëvendosje në Kuvendin e Kosovës, zotëri Recep Selimi. Kur u futa në Hanë të Elezit, pash
rrëth flamuj kuqezi, thash jam Shqipni. Fillimisht mendova se thash mos e kalova kufirin dhe u futa në Republikën e Shqipërisë, po vërtet e posh që kur je në Han të Elezit, vërtet je në Shqipni. Të nderuar pranishëm, të nderuar qytetarët komunës e Hanit të Elezit, të nderuar aktivist dhe antar televizës vetëndosje, të nderuar bashkëlidhëtarë dhe familjarë familjeve të dëshmorëve. Më vjen shumë mirë dhe faleminderit që jemi sërish bashkë. Jemi sërish bashkë tani në një hap tjetër drejt zhvillimit tonë. Jemi sërish bashkë drejt rrugës të cilën e ka mbështetur dhe të cilën e garanton lëvizja vetëndosje si rruga e vetme e shqiptarizmës. Jemi sërish bashkë për të vazhduar prej atje ku jemi nisur në luftën ushtrisë shqiptare të Kosovës. Jemi sërish bashkë për ta realizuar amanetin e gjithë atyre që u rritën dhe vdiqen në hijen e këtij flamuri. Jemi sërish bashkë në hijen e flamurit kuqezi. Të nderuar pranishëm, jemi duke shkuar drejt zgjedhjeve lokale të 3 nëntorit. Këtyre zgjedhjeve shumë të rëndësishme për ndryshimin shumë të madh dhe shumë të nevojshëm për qytetarët edhe të Hanit të Elezit edhe të gjithë Kosovës. Shkojmë drejt 3 nëntorit jo thjesht vetëm për të votuar, por duke votuar për të ndryshuar. Dhe ky ndryshim është i nevojshëm për gjithë Kosovën, është i nevojshëm për cilin do qytetar të Kosovës. Por pse s'ka ndodhur ky ndryshim më herët në të gjitha komunat tjera të Republikës Kosovës? Nuk ka ndodhur për shkak se dikush pa drejtësisht i ka futur durrët atë ku nuk duhet, në votën e qytetarëve. Pra vota e qytetarëve të Republikës Kosovës është manipuluar në masë të madhe. Tani jemi në nivel tjetër, jemi në një situatë tjetër, ku lëvizja vetëvendosje, me komisioner të saj, me vëzhgues të saj, garanton që do ta mbrojë votën e qytetarëve të Republikës Kosovës. Edhe një herë ju garantojmë mbrojtjen e kësaj vote. Por kjo normalisht nuk është e mjaftueshme. Ne jemi shumë të gatshëm që ta mbrojmë këtë votë në çdo situatë, në çdo moment dhe në çdo vend votim. Por për ta mbrojtur këtë votë, ne duhet ta kemi së bashku edhe një pakt të përbashkët. Ne duhem që qytetarët e Republikës Kosovës, votues, të dalin sa më shumë në votime që ne të kemi çka të mbrojmë në kutitë e votimit. Pra, dilni në votime sepse kësaj radhe do të mbrohet vota nga komisionerët dhe nga vëzhgues e lëvizjes vetëvendosje. Kjo votë është marrur shpeshherë, por edhe është kërkuar shpeshherë. Është kërkuar padrejtisht, jo rrallëherë edhe në emër të krahut të luftës. Pra, disa parti kanë dhënë vetës të drejtë që ta kërkojnë këtë votë në emër të krahut të luftës dhe i kanë dhënë vetës këtë epitet padrejtisht. Kush është ai krah i luftës i cili guxon me vjedh vota? Ata që vjedhin vota nuk janë krah i luftës. Ata që vjedhin vota nuk janë luftëtarë. Ata që vjedhin vota nuk janë UÇK. Ata që vjedhin vota nuk janë shqiptarë. Janë luftëtarë dhe shqiptarë ata që i mbrojnë votat, ata që i mbrojnë interesat e qytetarëve. Janë luftëtarë dhe shqiptarë ata të cilët garantojnë rand dhe qetësinë këtë vend. Janë luftëtarë dhe shqiptarë ata të cilët nuk e ndrojnë flamurin, ata të cilët nuk e ndrojnë kombit dhe ata të cilët e mbrojnë vullnetin e qytetarëve të Republikës. Prandaj, le të themi të gjithë atyre që me vjedhje votar sot u heqin Kosovën, larg duart nga votat. Larg duart nga votat për shkak se tani lëvizja vetëvendosje dhe qytetarët e kanë domenën me rujt fort e mirë votën e tyre, vullnetin e tyre.
Të njëjtit jo rrallë herë kanë kërkuar në emër të krahut luftës edhe sërish të kenë mbështetjen tuaj. Kanë kërkuar në emër të luftës ushtrisë shqiptare ta kenë prap votën tuaj. Po, ata që kërkojnë votën në emër të luftës, ku e lanë idealin e luftës? Ku e lanë betimin e luftës? Ku e lanë flamurin e luftës? E shkelen. E morën votën këtu në emër të luftës, në emër të bashkimit në Shqipërinë, erdhën Prishtinë, e ndanë edhe Kosovën. Prandaj nuk do të duhej që ata ma të guxonin të kërkonin në votën e aq më tepër në krah të luftës. Nuk ka krah të luftës tjetër përveç popullit. Krahu i luftës jeni ju, krahu i luftës është populli shqiptar, krahu i luftës është kombi shqiptar, dhe UÇK-ja përket vetëm kombit, vetëm popullit dhe asnjë partie politike. Pra zbashku, leta fillojmë një fitore shumë të madhe për Kosovën. Leta fillojmë këtu, në Han të Lezit, për ta bërë krejt Kosovën UÇK deri në Mitrovic. Leta fillojmë këtu, në Han të Lezit, për ta bërë krejt Kosovën Kuqezi deri në Mitrovic. Leta fillojmë këtu, në Han të Lezit, për ta bërë krejt Kosovën në vendosje deri në Mitrovic. Pra, leta bëjmë Kosovën Kuqezi, leta kthejmë Kosovën qytetarëve të saj, leta kthejmë Kosovën shqiptarëve të cilëve u kanë marrë padrejtisht deri më tani. Prandaj, lëvizja vetëvendosje është adresa e duhur që qytetarit të vetëvendos, që qytetarit të jetoj lirshëm, që qytetarit të jetoj në vendin e adhenut të tij të pandar. Pra, ju thras edhe një herë, ta mbështetni vetëvendosjen, ta mbështetni kryetarin tuaj zotin Rufki Suma, ta mbështetni listën e lëvizjes vetëvendosje, ta mbështetni numrin 61. Të nderuar pranishëm, prej këtu, unë do të shkoj në një takim ngjajshëm në Drenicë. Pra, unë do të shkoj pak para kohe, për shkak se nikosisht kemi një takim të tillë në komunën e Drenasit, pra në Çiçavicë. Dhe jo rrallë herë e kujtoj këtë rrugë prej këtu deri në Çiçavicë. Para disa vitesh, prej këtu deri në Çiçavicë, kam marrë armë dhe kam qu luftëtarëve atje, tash ua kam lakmi, besoj që do të më japni disa flamuj që t'i qojnë Drenicë dhe t'i tregojmë që ky flamur ka vendin në Drenicë. Qysh kam shku me armë prej këtu deri në Drenicë, edhe tani do të shkoj me këtë flamur prej këtu deri në Drenicë dhe t'u tregojmë të gjithë atyre që doin ta zverdhin Drenicën, doin ta bëjnë të kaltë Drenicën, se Drenica është veç Kuqezi. Kështu që faleminderit dhe ju uroj shëndet, faleminderit dhe lëvizjes vendosje dhe kryetarit ju uroj fitoren. Të nderuar pranishëm, përshëndetje. Antarë dhe simpatizantë të lëvizjet vetëvendosje në Han të Lezit. Pranoni përshëndetjet në emër gjithë kandidatëve për Asamblenë Komunale në Han të Lezit. Ajo për cilën tani do të flas ka të bëjë me rinin. Bërthama e një shteti e një komune është rinia, andaj me ta duhet punohet. Duhet formojmë një rinisht të shëndosh nga e cila do të drejtohen sytë e së ardhmës. Pikë primare për të krijuar një rini të tillë është vullneti i mirë i të rinjeve, i cili duhet materializohet në praktikë. Si që janë rënd parë një arsimim i mirëfillt, me gjitha kushtet që e përbëjnë këtë term. E ku pa dyshim, për të marrë këtë arsimim, një aset shumë i rëndësishëm janë edhe bibliotekat. Përpjekjet tona dhe një angazhim maksimal, s'pari do drejtohen këtë formësim, që të kemi një kuadër, për mbi të gjitha që për ta të ketë një vend pune, ku dija e tyre mund të shërbejë edhe për të tjerët, që nuk kuptojnë një punësim për ta. Vetëvendosje do të angazhohet maksimalisht në aktivizimin e klubit futbollistik Sharri dhe përkrahje të drejt për drejt për klubin sportiv të Mundjes në komunën tonë, sepse rinia e kësaj komune meriton më shumë. Andaj ftojmë të rinj dhe të rejat na bashkohen në lëvizjen vetëvendosje, duke qenë se lëvizja është e ardhmja e tyre dhe e gjithë Kosovës.
vazhdim e ftoj mbartësin e listës zotëri Akif Shkretën të bëj prezantimin e kandidatëve. Në vazhdim do të kemi nderin dhe kënaqësinë që të bëjmë prezantimin e kandidatëve radhazi. Ftojmë kandidatën Teuta Shkreta, motër medicinale. Vazhdojmë me Muhabi Bushin, futbollist i Superligës së Kosovës. Ilir Dërnjani, inxhinier i informatikës, aktivist i dalluar i lëvizjes vetëvendosje. Sevime Laçi, nënkryetare e Unionit të Studentëve pranë Kolegjit Univerzum. Riza Berisha, aktivist i fshatit Gorancë në vazhdimsi. Zimer Bushi, teknolog ish drejtor i Shar Sallonitit. Safie Axhami e diplomuar në Fakultetin e Edukimit. Nazmi Suma, inxhinieri makineris, kontribut dhënës në fushat të ndryshme. Edon Curri, studius i gazetaris, njëkohësisht i prirur pas artit muzikor. Medina Imishti, studente e juridikut, dega e kriminalistikës. Kenan Topojani, aktivist i dalluar i lëvizjes vetëvendosje. Nurten Melici, studente e menaxhmentit industrial. Kenan Daci, mundës i njohur në Kosovë dhe jashtë saj. Hidajete Brava, njohëse e gjuhës angleze. Ibush Façi, aktivist i dalluar i lëvizjes vetëvendosje. Si dhe 17, Ymer Suma, kryetari i Hindekosit, si dhe punëtori zellshëm në mbrojtjen e të drejtave të kësaj kategorie. Të nderuar pranishëm, antar simpatizant lëvizjes vetëvendosje. Tani në radhë kam nderin dhe kënaqësi të ftoj kryetarin e lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti. Të dashur qytetar të Hanit e Lezit, të dashur aktivist të antar të lëvizjes vetëvendosje, të nderuar kandidat të vetëvendosjes për Asamblen Komunale në Han të Lezit, të dashur pjesëmarrës të këtij tubimi madhështor. Lëvizja vetëvendosje me alternativën e saj qeverise i bën bashk prodhimin, drejtësinë dhe barazinë, kurse me organizatën e saj politike i bën bashk qytetarët për ndryshime. Lëvizja vetëvendosje është një subjekt krejtësisht ndryshe që nuk i ndryshon parimet dhe anë e kënd komunave të Kosovës dhe në krejt Kosovës do të sjellë ndryshimi. Në çdo komunë të Kosovës ne duam që ta ndryshojmë edhe kryetarin, edhe kuvendin komunal. Mirë po këtu në Han të Lezit dëshirojmë që ta ndryshojmë kuvendin komunal, por jo edhe kryetarin. Qëndrimi ynë mbështetës për kryetarin aktual të komunës Rufki Suma në zgjedhjet lokale të Hanit të Lezit është dëshmi që lëvizja vetëvendosje nuk është kundër gjithë shkafit në Kosovë, por është vetëm kundër të këqijave në Kosovë, ama nuk kemi faj ne që i vetëmi kryetar i mirë i komunës në Kosovë është kryetari i komunës Hanit të Lezit Rufki Suma. Hani e Lezit është me fat që e ka kryetar Rufki Sumën dhe Rufki Suma është me fat që e ka mbështetjen e vetëvendosjes, sepse përkrahja jonë është garancion që Rufki Suma nuk është vetëm kryetari aktual i Hanit e Lezit,
por është edhe kryetari i ardhshëm i Hanit të Lezit. Qytetarët e Hanit të Lezit janë bashkë me Rufki Sumën, sepse Rufki Suma ishte dhe është bashkë me qytetarët e Hanit të Lezit. Nga ky bashkim midis qytetarëve të Hanit të Lezit dhe kryetarit të tyre Rufki Sumës, e kemi të vetmin ndryshim pozitiv të planit të ahtisarit në rrafshin institucional, largimin përfundimtar të toponimit serb General Janković, i cili kreu krime në vitet 1912-1913 me ekspeditat pushtuese në trojet shqiptare. Heqja e këtij emri që shënon shovinizmin serb ka ndodhur për shkak se pushteti komunal këtu, me në krye Rufki Sumën, ka mbajtur anën e qytetarëve që e duan Kosovën shqiptare e jo të qeveritarëve që e kanë sjellur planin shkombëtarizues të ahtisarit. Të dashur qytetarë të Hanit të Lezit, 2 procese e projekte politike e kanë dërmuar Kosovën e pas luftës. Pazaret me Serbinë që u quajtën negociata dhe shpronësimi ekonomik që u quajt privatizim. Fabrika e qimentos këtu dikur i kishte 803 punëtor e sot vetëm afër 500. Kjo fabrik u shit për rreth 30 milion euro, kurse fitimi vetëm vitin 2010 ishte 10 milion euro. Sipas punëtorëve të kësaj fabrike, vetëm në ato 17 hektar tokë të kësaj fabrike që janë të pasur me mergele, pra me lëndën e parë për prodhimin e qimentos, pa e futur fare fabrikën në llogaritje, arrihet shuma për të cilën është privatizuar Sharcemi. Privatizuesit e pas luftës në Kosovë po e dëshmojnë që në fakt e kanë bërë shitjen e pasurisë të Kosovës, por si hajnat plaçkën e tyre, në aksham pazar ku kanë shit më lirë se badjava. Me lëvizjen vetëvendosje, çdo shkelje procedurave gjatë privatizimit, çdo shkelje e kushtetutës, çdo shkelje e ligjit, çdo shkelje e çfarëdo interesi publik, çdo dëmtim i ekonomisë të Kosovës do të hetohet e do të hulumtohet, do të rishqyrtohet e do të korrigjohet. Vetëm hajnat të cilat e vjedhin djersën e popullit shesin kaq shpejt e kaq lirë. Me lëvizjen vetëvendosje, e gjithë vjedhja që është bën krejt Kosovën do t'i kthehet popullit, sepse ne të korruptuarit, jo vetëm që do t'i nxjerrim nga puna, jo vetëm që do t'ja ndalim korrupsionin, por do t'ja konfiskojmë pasurinë dhe do t'a kthejmë atë edhe në buxhetin komunal, edhe në buxhetin shtetëror. Fabrika e stiroporit dikur i kishte 130 punëtor. Pas luftës 86 punëtor e sot ka mbet vetëm me 14 punëtor. Nga një punishte industriale, fabrika e stiroporit është shndruar në biznes të vogël familjar. Këtë ndërmarrje ka privatizuar Zylbehar Hasallari, kandidati i LDK-s për kryetar të Hanit të Lezit. Kjo është shitur e stërshitur disa herë duke dëshmuar se asnjëri blerës nuk e ka dashur me gjithmend këtë fabrikë dhe duke e vërtetuar që fabrikën gjithmonë e duan më shumë punëtorët që e ndërtuan edhe e zhvilluan atë me djersën e tyre për shumë dekada e jo këso pronarësh, këso tregtarësh që ndrohen për çdo vit. Fabrika e Sallonitit dikur ka prodhuar gypat azbestit e atë ka blerë më pastaj kompania Rukolli e afërt me Samilu Shtokun bashkë me kompaninë vendase Bajram Aliu. Kjo fabrik dikur i ka pas 250 punëtor, kurse sot vetëm 68.
Në hapësirën e saj sot ndodhet terminali doganor. Me lëvizjen vetëvendosin e qeverisje, mund të hyjnë biznismenët në politikë, por jo dhe politikanët të bëhen biznismen, sepse politikanët që bëhen biznismen janë politikan eventualisht vetëm gjatë ditës, ndërka që bëhen biznismen gjithsesi gjatë natës. Me fitoren e këtyre kandidatëve për asamblen komunale që janë bashkë me neve këtu e para jush, ne do t'i shpijejmë për para një mori projektesh për të mirën e qytetarëve, për interesin publik, për interesin e përbashkët, për interesin e përgjithshëm. Ne të gjithë dim që mungon uji i pishëm në Han Telezit. Fshatrat nuk kanë fare rrjet të ujësjellësit e uji i puseve atje përmban gëlqere. Në qytet ka reduktime të ujit dhe cilësia e ujit është e ulët. Asamblejistët tonë do të bëjnë projektin, do të realizojnë projektin bashkë me rrufkisumën kryetar për shtrirjen e ujësjellësit, e rrjetit të ujësjellësit në të gjitha fshatrat dhe në çdo fshat të komunës së Hanit Telezit. Paralelisht me këto, ne do të bëjmë edhe klorifikimin e ujit në mënyrë që uji të shënoj jetë e jo sëmundje. Gjithashtu, me lëvizjen vetëvendosje në asamblen komunale të Hanit Telezit, ne do të angazhohemi për një qerdhe publike për fëmijët, në mënyrë që fëmijët ta ketë shoqërimin e tyre dhe ta mësojnë punën e angazhimin në komunitet, ndërka që nënat e fëmijëve të kenë më shumë kohë për angazhim publik dhe më shumë mundësi që të gjejnë punë. Të dashur qytetarë të Hanit Telezit, të gjithë ju e dini që Hani Telezit ka mungesë të theksuar për transmitimet e programeve në televizionet kryesore të vendit. Kështu po mohohet e drejta për informacion dhe dije. 85% të informimit të qytetarëve llogaritet që merret prej televizionit. Hani Telezit po trajtohet si një zonë e shkëputur e cila sa vije e izolohet. Me lëvizjen vetëvendosin asamblen komunale të Hanit Telezit, me rrufkisumën kryetar të komunës së Hanit Telezit, ne këtë do të ndryshojmë një herë e përgjithmonë, ne këtë do të ndryshojmë me një herë e përgjithmonë. Në qendrën kryesore të mjekësisë familjare, siç u tha dhe më herët, ne duhet të kemi mjek emergjent, pediatër dhe ginekolog, në mënyrë që pacientët të mos detyrohen të udhtojnë për në Kaçanik e Ferizaj, sepse me rastin e intervenimeve të shpejta, kjo atyre u arrezikon shumë jetën. Në alternativën qeverisë të lëvizjes vetëvendosje, ne parashohim që për komunën e Hanit Telezit të kemi mbështetje shtesë përmes bursave për studentët, të cilët i zgjedhin drejtimet në të cilët kemi kuadro deficitare në komunën e Hanit Telezit. Po ashtu, alternativa jonë qeverisë, e cila e thekson prodhimin në ekonomi, se vetëm prodhimi sjell punësim e mirëqenie, do të kemi subvencionim të shtuar për bujqësinë e në veçanti për kultivimin e drellzave, të cilët ne e dim se këtu piqen më herët se kudo tjetër. Në këtë mënyrë, ne ndihmojmë prodhimin vendor, ne do t'ja sigurojmë tregun vendor, prodhimeve vendore dhe do të arrijmë që dal nga dal për sigurt të zëvendësojmë importet me prodhime vendore e më pastaj edhe të tejkalojmë deficitin tregtar duke kaluar në eksport të prodhimeve vendore. Është domosdoshme që për popullsinë tonë përgjithësi e posaçërisht për rinin tonë të sigurojmë punësim. Kjo bëhet duke lidhur arsimin me ekonomi, duke lidhur shkollat e mesme profesionale dhe universitetin me prodhimin vendor. Për ndryshe, pa fitoren e lëvizjes vetëvendosje, ju po e shihni se çfarë alternative kanë qytetarët e Kosovës dhe qytetarët e Hanit Telezit. Ose
kompet e burgjet në Hungari ose shatorrat në Lyon të Francës. Mirë po ne duhet të ndryshojmë urgjentisht këtë model të mbrapsht ekonomik i cili na e ka shpronësuar popullin ton me privatizim, i cili e ka rritur punësimin vetëm për familjarët e mbiemrave Thoçi, Grabovci, Veseli e të ngjajshëm. Ka kalu koha e Serbisë kur më pari na i thirrshin mbiemrat e masnej emrat. Me fitoren e vetëvendosjes në Han të Elezit, me fitoren e rrufkisumës në Han të Elezit, me fitoren e vetëvendosjes në krejt Kosovën, njerëzit do të vlerësohen mbi bazën e emrit të tyre, mbi bazën e profesionalizmit, përkushtimit, aftësisë, zotësisë, patriotizmit, ndershmërisë, punës, e jo mbi bazën e mbiemrit e të farefisnisë. Të dashur qytetarë të Hanit të Elezit, mos i votoni këto subjektet e tjera, këto partit e tjera që janë më pak se parti, që do të thotë se nuk janë fare subjekte, me qenë se ato janë klane, ato janë fraksione të së njëjtës parti. Janë këto fraksione të cilat e mbështetën takimin Thoçi Dačić, i mbështetën pazaret Thoçi Dačić, të cilët e mbështetën amnestimin e kriminelve dhe ratifikimin e pazareve me Serbinë në kuvendin e Kosovës. Por përkraheni lëvizjen vetëvendosje, përkraheni rrufkisumën, përkraheni numrin 61, se vetëm kësaj Kosova do t'jetë e shqiptarve, Kosova do t'jetë e qytetarve, Kosova do t'jetë e publikut në përgjithësi. Me këto subjektet e tjera, me këto partit e tjera, me këto fraksionet e tjera, vetëm sa ju ndihmoni gjendjes së mjerueshme ekonomike në Kosovë dhe pazareve me Serbinë, të cilët na zvoglojnë edhe territorin, edhe pasuritë natyrore, edhe buxhetin. Në negociatat me Serbinë, në këto marrëveshjet me Serbinë, kur Serbia merr e thotë që jep në emër të Kosovës, po pasurohen vetëm klika e tyre. Thoçi ju nënshtrua Dačićit, ndërkaq AK-ja edhe LDK-ja ju nënshtruan Thoçit. Mos votoni për këta njerëz që janë nënshtruar armiqve. Mos votoni për këta njerëz të varur, se këta edhe pavarësinë ta varin. Por votoni për kandidatin e pavarur rrufkisumën, votoni për lëvizjen vetëvendosje, e cila asnjëherë për asnjë çmim nuk i nënshtrohet askujt. Ju e dini që para gati një viti Thoçi ja shtroi qilimin e kuq Ramushit kur erdhi pej Hagës, e Ramushi e nxorri AK-n pazar. I tha AK-ja është mall, çmimi për PDK-n është kryeministria. PDK-ja ja murr mallin si allaparet. AK-ja edhe Haradina i sekretari saj, po përpiqen t'ju pëlqejnë ndërkombëtarve duke e zbritur pazarin për Kosovën edhe ma poshtë se Thoçi. Po kjo nuk është rruga e fitores. Kjo është rruga e interesit vetjak që gjithmonë do të përfundoj me turp. Në anën tjetër, LDK-ja nuk guxon të ballafaqohet me PDK-n, nuk guxon të ballafaqohet me Shikun, për të cilin nuk na i ka dhënë në nënshkrimet për hetimin e kësaj organizate, e cila nuk i lufton strukturat ilegale kriminale armiqësore të Serbisë, po e lufton lëvizjen vetëvendosje. Gjithashtu, është kjo parti e cila vetëm në letër është opozitare, sepse kryetari i saj Isa Mustafa as një garazh të vetme që e ka uzurpu PDK-ja në qendër të Prishtinës nuk guxon me ja prek. Me këta njerëz të cilët ose kanë tepër frikë nga pushteti, ose tepër lakmi për pushtet, nuk mund të ndërtojmë shtet. Shteti ndërtohet e zhvillohet me lëvizjen vetëvendosje, e cila gjithmonë do ta mbajë idealin në politik, moralin në politik, zhvillimin, mirëqenjen, prodhimin kundër servilitetit, kundër korrupsionit, kundër kriminalitetit e kundër nepotizmit.
Ne gjatë muajit tetor po e ndërtojmë fitoren e lëvizjes vetëvendosje në përgjithësi, fitoren e lëvizjes vetëvendosje në Han të Elezit, fitoren e Rufki Sumës për kryetar të Hanit të Elezit. Me datën 3 nëntor, ne duhet të mbrojmë dhe do të mbrojmë këtë fitore. I kemi 12 komisioner dhe 24 vëzhgues, të cilët tërë kohën do të qëndrojnë në çdo vend votim për të mbrojtur secilin vot, për të mbrojtur zgjedhjen e lirë të qytetarëve të Hanit të Elezit, për të mbrojtur procesin demokratik, për të mbrojtur legitimitetin e zgjedhjeve, për të mbrojtur rezultatin demokratik, për të mbrojtur fitoren e vetëvendosjes, për të mbrojtur fitoren e Rufki Sumës, për të mbrojtur fitoren e numrit 61. Me këta kandidat për asamblen komunale të Hanit të Elezit, ku vendi komunal në Han të Elezit do të transformohet rrënjësisht një herë për gjithmonë, sepse këta kandidat janë njerëz aktiv, njerëz punëtor, njerëz të mençur e të dijshëm, njerëz të guximshëm e patriot, të cilët do të kujdesen e do të përkujdesen për interesin publik, për të gjithë qytetarët e Hanit të Elezit, për secilin qytetar të Hanit të Elezit. Prandaj, edhe një herë juftoj të gjithëve, përmes jush edhe familjet tuaja, edhe farefisin tuaj, edhe miqtë të dashamir tuaj, që me datën 3 nëntor të dilni në zgjedhje sa më masivisht në mënyrë që fitoria jonë të jetë sa më masive. Mos votoni për partit e flamurit të Kosova Petrollit, por votoni për këtë flamurin e kuq, me shkabën e zez 2 krenare në mes. Mos votoni për këta politikan, që janë edhe tregtar pasurish, edhe tregtar flamujsh, por votojnë lëvizjen vetëvendosje që e do edhe bashkimin kombëtar, edhe prodhimin vendor. Ju falenderit shumë.